Paranormale që ke përjetuar. Të frikshme paranormale, po gjithçysh e kam sa dushte, e keni patë fakiri që jo psikopate. E përjeta që... Ka qenë nata e shtrigave, i thona ne. Kena një nata e shtrigave, dhe duhet me bo petulla gjona kështu. Shkojnë me fjetë gjumë. Sa interesant, kurse pas në një. Po, është një natë e shtrigave. Shkojnë me fjetë... Subhanallah. Shkojnë me fjetë gjumë. S'ba me përmen kur jetu pi, po. Na vrave, shtash. Te uli pa kapuqin. E ke dhe ti tjetri kapuqin, qaj gjakso jemi. Qaj gjakso jemi. Edhe shkoj me fjetë, më del gjumi, paraliz gjumi, din që është sleeping paralysis. Po. Që kisha ngri, i kisha sytë hap, po s'mund lëvizsha, as i gjë. Po. Nuk mundesh me lëviz trupin, e kthej kokën edhe kam pa një gryt shkurt te koka e krevatit. E kam me grila dhomën, i bite hona sipër, dhe një gru e shkurt që vetëm rritë në shifte, unë s'lëvizsha dot. Më duk sikur marrë telefonin me i marrë mamit, me marrë në telefon, po ndërkohë se kisha marrë kur shkriva nga krejt ajo gjëja, një hije tjetër që ishte te dera, dhe prej asaj nate, kjo situatë ka vazhdu për një kohë shumë gjatë, që më dilte gjumin 3 natës për një kohë shumë gjatë, edhe motra biles merte në telefon gjithmonë se e dite, në 3 merte se e dite se më ka dalë gjumi, deri sa i bëm ato procedurat që me largu çado lloj gjëje që ishte, po më ka shqetësu për një gjosha për shembull, shkosha në shtëpi. E qa ke thirr për me largu? E gjosha në dhomë time që është dikush, domethënë, edhe thash mos ka ik mami në dhomë, domethënë kisha lënë drejt gjona keq. Kur shoh mami jashtë, unë e kisha vdekme që dikush ishte në dhomë,